ka një luftë atje jashtë, një luftë e pashoqe. Bile ka filluar që prej kohërave të lashta, jo sot. Disa pretendojnë se lufta ka filluar tani. Jo. Luftë ka qenë gjithmonë. Luftë ka qenë që prej kohërave të lashta, sepse atëherë kur ekzistonin perandorët, ishte një luftë, le të themi, mes fiseve. Por me zgjerimin e teknologjisë dhe të popullatës, filloi të ishte luftë mes shteteve. Dhe shtetet, kur u formuan më vonë, pra shumë vonë, atëherë u krijuan, le të themi, kufit. Dhe nga momenti që u krijuan kufit, edhe atëherë filluan që të luftonin. Sot njeriu me zhvillimin që ka, mund të jetojë në mënyrë të përkryer. Bile mund të jetojnë këta që jemi këtu, ekzistuesit që janë këtu, si kur të bëhet një ligj sot dhe mos të bëhen më fëmijë, ose të bëhen fëmijë të kontrolluar, që mos të ekzistojë një botë me më shumë se 10 miliardë banor, unë them se mund të jetohet në paqe. Mirë po, do të vazhdoj ende lufta. Sepse, do t'ja u them se përse, është vetë njeriu që ka lindur i tillë. Njeriu ka lindur agresiv, njeriu ka lindur xheloz, njeriu ka lindur i tmerrshëm, njeriu ka lindur edhe tallës, sepse tallët me këto që ka. Kundrejt kafshëve, kafshët janë më të qeta. Kafshët janë, nëse vrasin dikë, kafsha e vret vetëm për mbijetesë, sepse ose i duhet që të hajë diçka, ose sepse dikush i mori diçka për të ngrënë. Pra flasim për një kontekst shumë të vogël, kurse këtu flasim për një tallje shumë të madhe, por duhet të dini diçka. Nuk është se di gjithçka, absolutisht jo, por është një mendim personal që doja ta diskutoja me ju. Bile shikoni. Nuk është e rëndësishme se sa para ke në xhep, nuk është e rëndësishme se sa forcë ke ti, nuk është e rëndësishme se sa është i madh kufiri yt. Nuk është e rëndësishme se, dëgjoni me kujdes, nuk është e rëndësishme se sa shoqëri ke etj. Por sot, që është të zhvillimi, gjendemi në mes të zhvillimit, në zemër të zhvillimit, sot është tepër e rëndësishme informacioni. Po, e dëgjuat mirë. Ajo që bëjmë ne këtu për ditë. Por duhet të dini që informacioni që bëjmë ne këtu është një informacion i pastër, informacion për të zgjeruar inteligjencën dhe për të zgjeruar dijen. Kundrejt një informacioni që gjendet atje jashtë, që është i pilotuar, i bërë qëllimisht për disa arsye, sepse ata që vendosin janë shumë pak, janë vetëm pak familje. Dhe ata duhet që të mbajnë nën kontroll të gjithë njerëzimin. Po si mund të mbahet nën kontroll të gjithë njerëzimin? Duke e bler me para. Do thoni ju, po atëre bie kundrejt asaj që the ti më parë, do thoni ju, që ti the që nuk ka rëndësi se sa para ke, por dëgjoni me kujdes. Sepse nuk është fjala për para banale, për 2 lek, apo 1.000 lek, apo 1 milion, nuk mund ndryshosh dot asgjë. Mund t'jesh edhe milioner, mund t'jesh ndoshta edhe miliarder, sepse unë mendoj që edhe po t'jesh miliarder nuk ke shans fare, sepse je i detyruar që të jesh pjesë e atyre që vendosin me të vërtetë. Ata që vendosin janë vetëm pak. Dhe ti në qoftë se nuk je pjesë e tyre, sepse ata kanë nën kontroll çdo gjë, kanë nën kontroll paran dhe ti përdor paran e atyre, që është numër 1. Kështu që ti pa para ku do shkosh, që është 1. Pastaj kanë edhe duar në çdo vend, në naftë, në gaz, në makineri, në çfarë do lloj gjë. Bile edhe ata që kanë ndërtuar të gjithë këto sisteme që shikoni ju këtu, për shembull telefonat, motorat e kërkimit, të gjitha këto, pa u thënë emra, që të gjithë këta këtu janë pjesë e projektit, janë pjesë e atyre, sepse pa ata nuk do të ekzistonte asgjë. Pse po e them këtë? Sepse nuk është e rëndësishme pra të gjitha ato çka kemi, por e rëndësishme është të njohim të vërtetën. Është e vështirë sot të njohësh të vërtetën. Por duhet të dini se bota atje jashtë është një mister total, duke filluar që nga historia, nga gjeografia, nga geopolitika, nga çdo shtet, edhe nga vetë një person i vetëm, ne nuk i dim të vërtetën, ne nuk dim të vërtetën tonë, personale. Pra, nëse do ta marrim holl të gjitha informacionet që gjenden gjithandaj janë të pilotuara, janë të vendosura nga dikush sepse paguhen nga dikush. Do t'i them, gazetaria dikur lindi për të qenë zëri i popullit dhe që t'ishte për krah popullit.
Por, me kalimin e kohës, ajo u hoq, u zhduk, sepse filloi aty nga vitet 60, 70, le të themi, dhe edhe atëhere ishte e pilotuar në një formë tjetër, por një pjesë, deri nga vitet 2000. Pastaj pas viteve 2000, pra jetoi rreth 40 vjet. Pra pas viteve 2000 ndryshoi totalisht. Dhe sot janë të detyruara sepse marrin fonde publike, marrin fonde shoqërore dhe marrin fonde të disa kompanive të mëdha që janë sponsor. Dhe ata të thonë, hiqe atë që shkruajt, ose shkruaj për këtë, je i detyruar. I detyruar sepse ti duhet që ti përshtatesh, ndryshe shkatërrohesh, të shkatërrojnë. Pra, informacioni është i pilotuar, nuk po themi tani 1000%, por të paktën 80% të informacioneve janë të pilotuara. Lën pak ashtu ata që të lën pak hapësirë, që ti ngacmosh sepse duhet, sepse si do mbijetoj, qoftë gazeta, qoftë revista, si do mbijetoj televizioni. Dhe pastaj çdo gjë ndryshoi në vitin 2015, sepse në vitin 2015 krijuan atë që ne quajmë privacy. Dhe në vitin 2015 kur krijuan këtë privacy, aty pastaj ndodhi shkatërimi total i gazetarisë. Sepse me privacy, gjoja për privacy e një njeriu, sepse aty ishte Hilea, Kleçka, gjoja për privacy në njeriu, tani çdo gjë është e kontrolluar, super e kontrolluar. Dhe ti nuk ke të drejtë të flasësh asgjë. Sot nuk mundesh ti të flasësh, sepse nëse ti flet të vërtetën, ashtu siç janë të vërtetat, ti nesër nuk je më. Qoftë mund të heqin rrjetet sociale, por qoftë edhe ty personalisht. Pra, ndaj po them që ne informohemi, po, sepse jeta pa u informuar, duhet dini që jeta është e shkurtër, dhe aq sa është e shkurtër, ne duhet të njohim disa të vërteta që të pak nuk të kuptojmë, sepse do t'ja lëmë brezave tanë. Nuk është se mbetet në ne, mbetet brezve, pra fëmijëve tanë. Po, është mirë që secili të informohet në mënyrë të drejtë për drejtë, sepse sado, siç ju thash më përpara që ne jemi këtu, nuk do themi plotësisht atë që fshihet, sepse nuk mund ta thuash për shumë arsye. Kështu që është mirë të informohemi, siç ju thash, por është mirë dhe të informohemi, të vetë informohemi, sepse nga një anë është e nevojshme. Është e nevojshme sepse do të jetë e vërteta që ti di. Me një fjalë, unë mund të di të vërtetën që unë di, e them, mund ta them pjesërisht sepse jo të gjitha i mbaj mend. Dhe ti nga ana tjetër kur vetë informohesh, merr një pjesë tjetër që ti e merr sipas kapacitetit tënd, por e informon veten tënde më mirë, sepse i kujton më mirë. Dhe kjo është e rëndësishme. Atë pra që unë dëshiroj për secilin prej jush këtu, që të përveç se informacione që japim ne, po të informohet edhe vetë, sepse në këtë mënyrë do të dimë se si do të cilemi nesër. Do të kemi një mash të pa diskutuar kjo, një mash më shumë se të tjerët, të atyre që janë të pa informuar, sepse diskutimet e përbashkëta që bëjmë këtu e rrisin dijen, dhe dija është pushtet, siç e kemi thënë. Ju çfarë mendimi keni? Pra, e thash këtë, nuk po si duket kështu negative, është pozitive, sepse ndonse atje jashtë ka turistëni të mëdha, ne këtu sidoqoftë informohemi, por dhe ju duhet të informohemi. Kjo është në sintezë e gjithë ajo që thash. Ju përqafoj, faleminderit që jemi për bashkë.